محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit. Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahut të lutem që me emrat e Tij të bukur dhe atributat e Tij të larta na ruaj prej skeqjes, që nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndo që Allahu Zot më nuk të drejtë nuk ka kushtahun prej së drejtës, dhe cili do që devijon udhën e drejtë nuk mund ta udhëzojë tek e drejta askush tjetër përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i Tij, mirësitë, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit u derdhët mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an na drejtohet duke thënë: o ju që keni besuar, friksojeni Allahun Zotit tuaj ashtu siç e meriton ai të friksoheni, dhe se vdekja mos e gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë dhe të vërtetë. Allahu xhalla xhelaluhu i drejtohet mbar njerëzimit nëpërmjet Kur'anit kur thotë: o ju njerëz, friksojeni Zotit i cili ju krijoi për një vetje të vetme dhe prej Tij krijoi bashkëshorten e Tij dhe prej këtyre të dy bashk Allahu krijoi shumë burra dhe gra. Friksojeni Allahut në emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore, dijeni se Zotin gjithmonë do ta keni mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu i madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet neve muslimanëve në Kur'an kur thotë: o ju që keni besuar, friksojeni Allahut Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, kështu Zoti do t'ua falë gjunahet e do të mundsojë vazhdimisht të jeni vepër mirë. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e mrekullueshme dhe më e bukur dhe më e sigurt është fjala e të Madhit Zot në Kur'an. Udhëzimi më i mirë për mbar njerëzimin është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe, bidatet. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhenemit. Allahu t'i lutem me emrat e Tij të bukur dhe atributet e Tij të larta, që për gjithë secilin prej nesh që sot ka ardhur në këtë xhami, duke adhuruar Zotin xhalla xhelaluhu, edhe duke u përgjigj fjalës së Zotit: o ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja e ditës së xuma, shpejtoni dhe nxitoni në vendet ku përmendet Allahu. Allahu t'i lutem nga kjo xhami, në këtë ditë xumaje, në këtë orë të bekuar, që për gjithë secilin prej nesh Allahu ta bëj haram zjarrin e xhenemit. O Allahu Zoti ynë, trupi jon në këtë botë se reziston ndaj temperaturës, së vapës së verës, ajo më të rezistojë nga zjarri i xhenemit.
Prandaj o Allah të lutemi ty o Zot me emrat e tu të bukur që ti ke dhe që ne ke mësuar neve, dhe me emrat e bukur që ti e ke mësuar ndonjërin dhe ne nuk i dim, me emrat e tu të bukur o Zot që ti i ke fshehur dhe askush nuk i din përveç teje, që zjarrin e xhehenemit për gjithë secilin prej nesh ta bësh haram, ja Rabbel Alamin. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, njeriu në jetën e kësaj bote her mas here mund përballet me dilema nga më të ndryshmet në raportet e tij me besimin e tij, apo me ngacmime nga më të ndryshmet që kanë bënë me shejtanin e mallkuar, i cili mundohet vazhdimisht që njeriu her mas here ta hedhë në gracka apo t'i thurë atij kurthe. Mirë, në momentin që besimtari e ka lidhjen e fortë me Allahu xhallal xhelaluhu dhe i ka punët mirë me Zotin xhallal xhelaluhu, Allahu i madh Zoti i gjithësisë na ka treguar se këto kurthe nuk janë gjë tjetër vetëm se forcim për imanin dhe besimin e njeriu. Njeriu në jetën e kësaj bote ekziston dhe prezanton, ndërkohë që faktikisht ai në këtë prezantim të tij në këtë botë nuk ka gisht. Dhe në moment që njeriu do të largohet nga jeta e kësaj bote, dhe me largimin apo me largimin e tij nga jeta e kësaj bote prapë nuk është se ai ka gisht. Pra njeriu vjen në jetën e kësaj bote nga Zoti xhallal xhelaluhu dhe largohet nga jeta e kësaj bote po prapë nga Zoti xhallal xhelaluhu, dhe njeriu përjeton jetën e kësaj bote mes dy dëshirave të Zotit xhallal xhelaluhu. Prandaj robi i Zotit, mundohu që edhe jeta jote brenda këtyre dy dëshirave të Zotit xhallal xhelaluhu të jetë sipas dëshirës së Zotit xhallal xhelaluhu. Sepse e para është dëshirë universale e Allahut dhe e dyta e fundit është dëshirë sërish universale e Allahut xhallal xhelaluhu, ndërsa ajo që ndodhet mes tyre të dyve është dëshirë universale nga ana e Zotit dhe dëshirë fetare po prapë nga ana e Zotit xhallal xhelaluhu. Po ndryshe nga rasti i parë dhe rasti i dytë, që njeriu nuk mund ndërhyjë të, në rastin e tretë, që është jeta e kësaj bote, njeriu ka dorë dhe gisht në të. Për këtë arsye dhe njeriu do të dënohet apo do të shpërblehet. Për këtë arsye njeriu do të lumturohet në këtë botë apo do të dëshpërohet në sajt e asaj që njeriu ka bërë. Dhe në sajt kontributit të tij për të lumturuar apo për të dëshpëruar. Në sajt kontributit të tij për të fituar xhenetin apo për të fituar xhehenemin. Se gjithë njerëzit lodhen, gjithë njerëzit mundohen, gjithë njerëzit kanë stres, gjithë njerëzit kanë hall, gjithë njerëzit kanë brenga. Dhe nuk shpëton dot njëri për kësaj situate dhe për kësaj gjendje. Edhe nëse është besimtar, është normale që edhe besimtari të ketë hallat e veta, të ketë brengat e veta. Është normale që edhe besimtari në kësaj bote të ketë stres, të ketë mendime të caktuara, të ketë dëshira dhe qëllime të caktuara. Me para që e bën dallimin mes dy kampeve është se besimtari shpreson se për çdo lloj situate dhe vështirësie, qoftë mendore apo psiqike, apo lodhje apo breng apo hall apo siklet, ai shpreson me të shpërblimin nga i madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu. Ai shpreson se Zoti do t'i bëjë sebeb këto gjëra, këto vuajtje që t'i shlyhen mëkatet dhe gjunahet, ose t'i ngrihen gratë tek Zoti xhallal xhelaluhu. Gjë që pjesa tjetër nuk e ka. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Nëse ju keni dhimbje dhe vështirësi në jetë, të njëjtën gjë përjetojnë të tjerë. Me po dallimi mes jush dhe atyre është se ju shpresoni prej Allahut atë që ata nuk e shpresojnë. Pra është diçka tjetër që juve ju nxjerr nga katrori i përvuajtjes me dëshpërim. Është lidhja me Zotin xhallal xhelaluhu. Lidhja e njeriu me Allahun xhallal xhelaluhu. Ajo jep njeriu të forcë, ajo jep njeriu të lumturi, ajo bën njeriu që të jetë gjithmonë optimist dhe asnjëherë jetën e kësaj bote mos ta shohë me syrin e pesimizmit. Pse? Sepse ai din shumë mirë që ka të bëjë me një Zot i cili e don më shumë se sa ai veten e tij. Ai din shumë mirë se ka të bëjë me një Zot i cili e mëshiron atë më shumë se sa ai veten e tij.
Ai di shumë mirë se ka të bëjë me një Zot I cili kujdeset për të më shumë se sa ai për veten e tij. Se fundja fundit ai që të solli pa pas të gisht në këtë botë. Dhe ai që të largon nga kjo botë pa pas të gisht në largimin nga jeta e kësaj bote, është kujdestari yt. Për këtë arsye po mendoja një ditë, thoja, logjika e njerëzve që nuk e besojnë Zotin ku është. Po pse? Kjo botë dhe ky univers ka ekzistuar përpara se të ekzistojë ky njeriu I cili do të mohojë Zotin. Ligjet e universit, planetet, galaktikat, yjet, të gjitha këto funksionojnë në një formë perfekte, në një mënyrë perfekte. Dhe do të funksionojnë sërish deri në momentin që ta ketë shkruajtur I madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu. A ka mundësi që gjithë kjo mrekulli që neve na shef syni, duke filluar nga vetja jonë, duke parë botën bimore, botën shtazore, gjithë shka që na shef syni, deri ku mund të arrijë shikimi I njeriu, I cili vjen një moment që, si thot Zoti, kthehet tek njeriu I dobët dhe I thyrë, se nuk mund përballet me madhështinë e qiejve. A ka mundësi vallë që kjo mrekulli të jetë produkt I një rastësie të çuditshme? A ka mundësi që të jetë zhvilluar ky univers dhe kjo mrekulli që neve na shohin syt, të jetë zhvilluar kështu dal nga dal vetvetiu, provojë herë s'doli, pastaj provohet diçka tjetër, pastaj ajo del, pastaj logjika e këtyre njerëzve ku qëndron? Ku është logjika e këtyre njerëzve? Si është e mundur që diçka që është në materie e thjeshtë të japë një produkt kaq suksesshëm, perfekt, të arsyeshëm dhe logjik? Si është e mundur që jeta kaloi nga një jetë, nga një botë e materjes në një botë të gjallë, dhe si ka mundësi që njerëzimi vazhdon jetën e tij normalisht me të njëjtat specie, me të njëjtat gjallësa, pa psuar asnjë lloj ndryshimi apo asnjë lloj evolimi. Ç'është kjo histori që shitet në librat e biologjisë, akoma edhe sot e kësaj dite, mbi evolimin e gjallësave etj. Ç'është ky kapitull që ka mbyllur në një kohë të historisë dhe nuk zhvillohet më? Ndërkohë që bota dhe jeta ka filluar regjistrimin e gjërave dhe shkrimin mbi gjërat për mira vitesh. Për këtë arsye thonë, lufta më e rrezikshme është lufta ideologjike, jo lufta me trupa apo me njerëz. Dhe pikërisht bota materialiste këtë deshi t'i shesi njerëzimit. Ti mohoj njerëzimit lidhjet me Zotin në momentin që do të përballet me mrekullitë e universit, se thjesht janë ligje cilat funksionojnë vetvetiu. Dhe t'ia humb besimin njerëzve dhe lidhjen me Zotin në momentin që përballen me mrekullitë e krijimit, se kemi të bëjmë thjesht me një teori, me një botë e cila ka evoluar dhe evolon etj. Për këtë arsye dhe besimtari në besimin e tij ndihet mirë. Ndihet mirë se I madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu thotë: "Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura." Erdhi momenti që njeriu ekzistoi ndërkohë që nuk ekzistonte. Dhe kjo është fakt shumë I rëndësishëm. Dhe kjo duhet ta bëjë njeriu shumë të lidhur me Zotin e tij dhe shumë falëndërues ndaj Zotit të tij. Kjo vlen për njeriu, por kjo vlen për çdo njeri, për çdo individ. Kjo vlen për njeriu e parë, Ademin alayhi salatu wasalam, dhe vlen për çdo njeri, për çdo individ. Gjithsecili prej nesh nuk ka qenë I përmendur kund. Gjithsecili prej nesh ta mendoi veten e tij para 100 vjetësh apo para 200 vjetësh apo para 300 vjetësh. Dhe njëta gjë do të ndodhi më pas, gjithsecili prej nesh ta mendoi veten e tij ku mund të jetë para mbas 100 vjetësh, apo mbas 200 apo mbas 300. Lidhja e vërtetë dhe lidhja e fortë është lidhja e njeriu me Zotin, ajo nuk humb kurrë. Ndërsa çdo lidhje tjetër
çdo kapje tjetër, ajo ka një fund, sepse dhe vetë njeriu që do të kapet me këtë gjë, do ta ketë një fund. Për këtë arsye, pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke pasur parasysh se shejtani i mallkuar vazhdimisht mundohet njeriu të sjellë vezvese në mendjen e tij, na orienton të na thotë në një hadith, cilin transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yati ash-shaytanu ila ahadikum fayaqul man khalaqa kadha, fayaqul Allah man khalaqa kadha, fayaqul Allah man khalaqa kadha, fayaqul Allah thumma yaqulu wa man khalaqa Allah." Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani nuk i ndahet njeriu, derisa të një moment që ti thotë kush e krijoi qiellin, e thot Allahu, kush e krijoi tokën, thot Allahu. Pastaj kështu e pyet kush e krijoi derisa të vjen një moment që ti thot pa Allahu kush e krijoi. A nëse ndonjëri prej jush gjen në mendjen e tij mendime të tilla, le të thot amantu billah, kam besuar në Allahun xhalla xhelalu. Kam besuar në Allahun xhalla xhelalu, pra thjesht janë ngacmime mendore për të cilat njeriu nuk duhet ndihet keq dhe nuk duhet bëhet merak. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast tjetër i vjen një grup njerëzish dhe i thonë: "O pejgamberi i Zotit, na vjen disa mendime në kohë që janë shumë të rënda. Do të ishte më e lehtë për njërin prej nesh që të hidhej nga mali se sa ti thoshte. Dhe ndjehemi keq që na vijnë këto mendime në kohë." Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Aw qad wajadtum dhalik?" Me të vërtetë ju vijnë mendime të tilla? Thanë po. Qal fadhalika sarihul iman. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky është argument se besimi është në kulmin e tij. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila waswasa." Falënderimet i takojnë Allahut, i cili kurthat e shejtanit i ka dobësuar aq shumë sa që thjesht e ngacmon njeriu me ngacmime mendore. Domethënë, shejtani me këtë njeri pothuajse i ka humbur shpresat. Ajo që ne na intereson është që në momente të tilla dhe në situata të tilla ne të kujtojmë se është shejtani i mallkuar i cili na sjell këto mendime. Për këtë arsye duhet të mbrohemi më njëherë me Zotin dhe të themi: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amantu billah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amantu billah." E përderisa këto mendime që i vijnë njeriu dhe vezvese që quhen gjuhën e fesë, përderisa këto mendime dhe vezvese nuk e bëjnë njeriu që të dobësohet nga feja e tij, për shembull, përderisa njeriu për shkak të këtyre mendimeve nuk lën namazin, njeriu përderisa për shkak të këtyre mendimeve nuk flet fjalë kufri etj, atëherë ti je i sigurt se këto mendime janë asgjë dhe nuk janë treguesi dobësisë së fesë tij dhe besimit të tij. Përkundrazi, mendimet e tilla tregojnë se njeriu në fenë e tij dhe në besimin e tij është shumë mirë. E rëndësishme është që njeriu mos të luhatet nga adhurimi i Zotit xhalla xhelalu. E rëndësishme është që në situata të tilla dhe në momente të tilla njeriu mos bëjë deklarata me ato gjëra që i mendon. Normalisht që është një luftë e brendshme, po me shpresën e Zotit, duke besuar në Allahun, duke përmendur këtë formulën amantu billah, kam besuar në Allahun, Allahu xhalla xhelalu do t'ja largojë. E mos harrojmë asnjëherë se shejtani i mallkuar nuk e njeh ndonjëherë pushimin siç e njohim ne në jetën tonë të kësaj bote, që vjen një kohë në vit që kemi pushime, apo vjen një kohë e ditës që kemi pushime. Shejtani i mallkuar është gjithmonë në punë, gjithmonë aktiv dhe nuk e njeh ndonjëherë pushimin. Ai u betuan Zotin xhalla xhelalu duke thënë: "La ughwiyannahum ajma'in", do t'i humb të gjithë pa përjashtim. E i madhi Zot Allahu xhalla xhelalu tha: "Illa ibadiya minhum al-mukhlasin", përveç robëve të mi të sinqertë. Allahu xhalla xhelalu na bëft të gjithë pa përjashtim për robëve të Zotit të sinqertë dhe largoft nga ne kurthet dhe grackat që ngren shejtani i mallkuar. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum
ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Kërkojnë Zotit madh Allahu xhalla xhelalu falje në këto momente, se janë momentet më të mira për të lutur Zotit xhalla xhelalu. Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, e duke falendruar dhe lavdruar Allahun mjaftohemi, mirësi dhe bekimet e të madhit Zot qofshin mbi dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, njeriu gjithmonë sa të jetë me shpirt në jetën e kësaj bote, do të ketë situata sprovash dhe dilemash deri në momentet e fundit të jetës së tij. Pa mos kujtoj njeri se është i ruajtur. Se nëse ngjarjet që ne i treguam në hutbën e parë kanë ndodhur nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga nxënësit e profetit Zotit sallallahu alaihi wasallam, pra nuk mund të shpëtojë njeriu nga ngacmimet e shejtanit. Për këtë arsye përmendet në hadithin e saktë se shejtani i tha Zotit xhalla xhelaluhu: O Allah, tha, unë do të mundohem pa lodhur vetë dhe me bitë e mi dhe me ushtrit e mia që njeriu ta hutoj dhe ta devijoj nga udha jote derisa të ketë shpirt në trupin e tij. I tha Zoti xhalla xhelaluhu, ndërsa unë tha do t'i fal derisa ata mua më kërkojnë falje. Kurthi i shejtanit dhe mëshira e Allahut. Thot Zoti i Madh: inna kayda shaytani kana dha'ifa. Kurthi i shejtanit është shumë i dobët përballë mëshirës së Allahut, përballë faljes së Allahut. Kështu që nuk ka vend në jetën tënde o vëlla besimtar, nuk ka vend në jetën tënde o motra ime besimtare që në një moment të caktuar ndihesh i robëruar dhe i skllavëruar nga shejtani i mallkuar. Sido që të vijë jeta dhe sido që ti e gjunahet e tua, çon ndërmend fjalën e Zotit: unë do t'i fal derisa ata kërkojnë falje për ne. Që nuk mund të jetë kurthi i shejtanit dhe fuqia e shejtanit mbi njeriu asgjë në krahasim me mëshirën e Zotit dhe me faljen e tij. Për këtë arsye, nëse ndodh që gabon, që devijon, që ke probleme, atëherë kërkoj falje Allahut xhalla xhelalu. Kërkoj falje Allahut xhalla xhelalu. Kërkoj falje Allahut xhalla xhelalu, po pse? Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj, o robët e mi, në ka qujtë robët e ti, edhe pse jemi gjunafçar dhe mëkatar, nuk kemi dalë me gjunahet tona nga robërimi i atij, nga robërimi ndaj tij. Thuaj, o robët e mi, që keni bërë shumë gjunahe dhe mëkate, sa që e keni tepruar. Thuaj, o robët e mi, që keni bërë aq shumë mëkate dhe gjunahe sa që e keni tepruar. Çfarë të them o Zot? Mos i humbni shpresat nga mëshira dhe falja e Zotit. Po pse? Se Allahu i fal të gjitha gjunahet. Si ka mundësi? Se Allahu është falës dhe shumë i mëshirshëm. O Allah, o Zoti ynë, na fal kur gabojmë dhe na mëshiro o Zot sa herë që mëkatojmë. Ja Rabbel Alamin.
Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, ne jemi në një ditë të madhe, ditë xumaje, ditë po pëlqehet dërgohen sa më shumë salavate mbi pejgamberin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se i madhi Zot Allahu në Kur'an thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. O Allah, o Zoti ynë, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për tyre o Zot dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allah, o Zoti ynë, na mundësos që sa të jemi gjallë në jetë në kësaj bote të jemi brenda kënaqësisë tënde. O Allah, o Zoti ynë, na mundësos sa herë që gabojmë të pendohemi dhe të kthehemi tek Ti. E kjo le të jetë me ne o Zoti ynë deri në momentet e fundit të jetës sonë, e të largohemi nga kjo botë me vullën e mirësisë, treguesin e fitimit të xhenetit, la ilaha illallah. Amin. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, duke qenë se elhamdulillah muaji i Ramazanit kaloi, ndërkohë që jemi mbledhur sot me stafin e xhamisë, kemi parë që na kanë ngelur disa gjëra për shlyer nga aktivitetet dhe punët e Ramazanit. Për këtë arsye thirrja e sotme do të jetë për të shlyer ato detyrime që xhamia ka pa shlyer për shkak të muajit të Ramazanit. Kështu që kontributi juaj vlen dhe shkon në këtë xhuma në interes të xhamisë dhe aktiviteteve që ka pas xhamia në muajin e Ramazanit. Zoti ju shpërbleft me të mirë. Aqimi s-salat, inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. محمد رسول الله.